studion, unë du me heq Stelinën dhe e kisha shtu në televotim Mateon. Mateon e nominova se jon konë sa qasti që unë jam ndikeq. Nuk ka masë lloj komedi dhe faleminderit gjithë. Si që është ajo shpreha që thot Brikena që ti m'jep një çokolladë do t'jap 10. Unë hyra duke dhënë një çokolladë dhe mbrapsht mora thik. Ta morë që shtyrë në Europë, si shma boni mu Stelina, urdo? Unë po dalë mashtrues për të. Për hatër tat nuk e kam fol as edhe një sekond. E di, me të thatin digjet dhe njomi dhe ku dojsh. Ka shumë e paska bezdis prezenca ime në shtëpi. E më nominu mu. Çdo e keqe ka dhe një të mirë në të. Të tjerë duan, të tjerë në duan, por ne kemi në dorë të zgjedhim dhe të mbrojmë personin që duam të përfundojmë. Momenti që t'ile me për qëtime, shkuan me menu që t'i më në mëllojë. Kumë të ndodhi t'i gëlan, përse më i ka, më bërtise. Ka shumë po t'jep bezdi për një ime këtë shtëpi? Këtë zgjedhje që e bona, nuk e bona se në du me qitë jashtë. Unë e thjesht e bona, me të bona me këtu, se që shumë ke boti mu një kesh mu. Je ti që më zjerë mu mashtrues për i putje që kam do, edhe ti e di shumë mirë. Jo, hakmarrje asjera. Si moment nuk kam hy këtu as për ta ull, as për ta sulmu. Në qofse ti thu se ka pas i puthje, ti shpif. Dhe kur më të mirë ata që e kam puth. T'vjen zër me thonë një gjopë, as t'vjen zër me thonë një gjopë. Pa gjatë keqe me puthi përse, po si mi putho, Mateo, dhe din ti shumë mirë që si mi puth. Se për këtë puthjes mund t'jetë gjëja më e bukur në botë, më e sinqertë në botë. Nuk e di pse Brikena mund ta ketë kaq siklet apo zor ta pranoj. Nuk ka pas interes nga ana ime, nga ana ide s'ka pas interes. Unë jetën time. Po. Pse? Ç'lidhje ka? Sepse asnjë s'merrte dot përgjegjësi me vazhduar histori. Lutem të çfarë historie më mu pa i herë, Mateo, çfarë historie mu pa i herë. Së s'kam thënë që s'kam puth asnjëherë, s'ka gjë të keqe me puthin person, edhe unë kam puth. Mateo, çfarë mendimi ke për veprimin e Brikenës? Hakmarrjen thonë se fotoj me vetë. Dhe ajo e mohon që të keni shkëmbyer një puthje. Më duket kështu si aty mas shpinë. Kush problemi se shkëmbeve një puthje me një vajzë? Edhe për këtë duhet të të godisë kaq fort, të nxjerrë në minim. Brikena ka frikë. Edhe e do Mateo sa më shpejt jashtë. Në momentin që i person shkon dhe shpif gjana që nuk janë, unë e kam drejtën me bë atë që unë e ndjej me bë. Mendoj që bëre nuk kam respekt, për ty si individ kam respekt. Unë mendoj që secili prej tyre ka me shfrytzuar momentin me m'ataku mua, me nxjerr Mateon si viktimën e dhunës. Që ka bon këtë shpiju, konë me tjerë ty në akvarium. Ka dosht pak me nga të smutë që ato sana, që ajo historia juj që këne pos. Nuk u marrë tha për ty, ta ku marrë për lujën temje, dhe me thonë që ti për do një për lujë këtë gjana. Me këtë veprim, po mënoj që tregoj që historia jam është ajo e vërteta dhe ju ajo e Mateos. Është që doli si situatë, po mundoni ta shfrytëzoni për të marrë pikët tuaja. Ju me unë dhe Mateo e ngritëm vetën lartë dhe ju po mirëni me këtë qenë. Goce, je out komplet. Nuk e dim cili version besoj, por në qoftë se ajo e ka personale me Mateon, prap lojtare super e dobët. Po te ki boktovis për lojë. Dhe unë di apo. Se ç'sh po lundi, ti vjen që kjo ka më sinqert se thotë. Po kjo po mërej ka një lëvizje Brikenës që më tregu që më shumë person ajo çka unë them se so ajo e Mateos. Ore puthja ka notë për të notë. Po ç'të thot Brikena ajo? Brikena nuk e di pse thotë jo. Ty kjo historia me Brikenën të kam ndihmuar për marrë këtë? Në fare, zero. Fare. Zero. Si mund ndjemur, ma thuj ti, tu i pak e burgu, i Brikena që shtrishe me Kristin të kërvati dopja. E di se apo aty, unë ja bët ty. Qa ka natë mes neve dyve, e dim vetëm ne të dy. Mendoj që ishte lëvizje shumë e zgjuar dhe i qëndroi koherente fjalëve të saj, duke i kthyer fjalën në vepra. Mateo nuk del. Atëherë i bie që ti e pendu që e ke bërë kjo. Jo, nuk e kam bërë për me nxjerr jashtë. Ty gabimet e mia do i laj vetë. Unë jam i sigurt që ajo pak të minimumi 70% e ka pas të sigurt vendimin që e ka marrë. Te u bë kryefjala e diskutimit për këtë gjësi që e bana unë. E ti mendon se del kryefjala e diskutimit del jashtë? Se ata krevetit, tash e morrën ajo do e shohut, mbretëresha që ke thënë. Kjo shohu pra. Bukur pra. Kjo është lëvizja e mbretëreshës.